Në qytetin e Korçës u zhvillua edicioni i 59 i Festivalit të Këngës për Fëmijë, një nga aktivitetet më të dashura artistike, që prej vitesh mbledh talentet e reja në skenën e teatrit Andonza Koçajupi. Artistët e vegjël interpretuan këngë me mesazhe të bukura për miqësinë, ëndrat dhe botën e fëmijëve. Çmimi i parë në këtë festival ju dha Ela Dervishlarit me këngën Miqësia jon, me tekst dhe muzikë nga Ina Osmalli dhe orkestrim nga Kristi Bello, ndërsa çmimin e publikut e fitoi Alina Tyxhari me këngën Melodia e ngjyrave. Në momentin që kryetari i Bashkisë së Korçës tha emrin tim, shqipëroi emrin tim, një ndjenjë emocionesh, lumturie dhe gëzimi për shkruajtë gjithë trupin tim ishte diçka e papritur për mua. Nuk e prisja domethënë që të merrja çmimin e parë. Veten e mendoj si këngëtare të ardhmen. Shumë e lumtur ndihem, nuk e prisja, jam shumë e lumtur dhe çmimi është publikut. Në këtë festival juria ndau dhe një sër çmimesh të tjera si ato për duetin më të mirë, mesazhin më të mirë, çmime të dyta e të treta e të tjerë. Shumë e emocionuar pasi ishte dhe era ime e parë. Mesazhi që pëlqente kënga ime ishte se ne nuk duhet ta braktisnim kur fshatin dhe ishte mbushur plot me fëmijë. Ishte një nga eksperiencat më të bukura, edhe pse nuk vi për të marrë çmim, edhe kur ta japin është një ndjesi tjetër. Unë nuk mora çmim, rëndësi ka pjesëmarrja dhe një mesazh për të gjithë këngëtarët, të gjithë janë fitues. Mbrëmja ishte thjesht fantastike, jam tepër e kënaqur, jam shumë e kënaqur dhe nderuar që kam marrë çmimin e tretë. Ishte një çmim krejt ndryshe nga çmimet e tjera që kam marrë në këtë festival. Më pëlqen të marr pjesë në këtë festival sepse në këtë festival shpreh emocionin, ndjenjat dhe talentin tim në muzikë. Festivali u mbyll mes duartrokitesh dhe vlerësimesh për të gjithë fëmijët pjesëmarrës që ndriçuan skenën me talent dhe pasion.